Përpara ka pas shumë a shumë levardi. Shumë a shumë, se kena pas margë më të madhe, përqindjen e fitimit më. Sot është përqindja shumë e vogël me centa. Kafe vjen prej Brazili, aty është këtë pojenta të pjekja. Dyqan të vogël ende dëgjohet tingulli karakteristik i një makinerie të vjetër për bluarjen e kafes. Ky tingull që përshkon është nostalgji, është pjesë e përditshmërisë së një burri që gati që 4 dekada e mban gjallë traditën e bluarjes së kafes në mënyrë artizanale. Unë që ma në najdari, mirëm që një 32-3 vite me këtë lami, vetëm e përpunimin e kafës për kështu në rrë. A më tregon pak se kur ja ke nisë për herë të parë, ç'është ka ardhur ideja me fillu këtë punëturi? Rastisht me një shok kemi bisedu, rastisht ja kemi nisë, dikun viteve 83, 84, 85, nuk kësëm i sigurt, pe aty të shku të zhënu edhe mjohë ditë sotit. Qa të ka shty me e zgjedhë këtë profesion? Po kur ja kom njësë fillim, mu ka do të qysh di, vetëm të hajtë. Po të që i kalova si pasion, më kalin pasion. E du këtë veprimtari, kemi përkushtu më shumë asoj pune, edhe punojnë e sot. Pavarësisht sfidave, ai së bashku me familjen e tij e kanë përcjellur këtë traditë brez pas brezi. Do më thonë ngritja e çmimeve. S'kemi mujtë me bu përcjellin në ngritjen e çmimeve. Do më thonë me përcjell berzën botnore, ato që kemi mujtë. Se na jemi këtu në Ballkan, s'u me përcjell trendet e kafës që ishin ne për në klub. Jo, nuk me dhe më të rejtë sa të kom shumë dhe një jo. Mas do vite nuk mujtë me thonë kur gjejës, nuk e di. A është dikush prej familjes që me thonë kështu me qujtë ta ka vjellë zanatën e kafës për punimit? Po, unë edhe shoqja punojnë këto. Këtë familje e dim këtë veprimtari. E bojmë pjekjen vetë. Kemi sene sekrete. Kemi sene sekrete në pjekje që punojmë na. E dim të dhënë klasë të kafës me marë. Këtë familje punojmë këtë veprimtari. Dyqani i tij është i vogël, por i mbushur me erën karakteristike të kafes turke, ndërsa raftet ruajnë thaset me kokra kafeje që ai sjell kryesisht nga Brazili. Përveç bluarjes, ai ofron edhe shitjen e kafes së bluar, gjithmonë të freskët, të përgatitur aty për aty, sipas kërkesës së klientit. Po na furnizohen Prishtinë. Kafe vjen prej Brazili. Në Greqi, Prishtinë, Mitrovic. I kom furat e mia që i pjeku, e bëj pjekjen në 3-4 njansat, mes me zejës komponim, e bimi dhe këto edhe e bëjmë i plume për punimin e kafës. E fitimet e sot me krahasuar me një kohë të dikurshme, sot janë të pakta. Përpara ka pas shumë a shumë levardi. Shumë a shumë, se kena pas margë më të madhe, përqindjen e fitimit më. Sot është përqindja shumë e vogël me centa. Do më thonë përpara, kemi fitu 20, 30, 40%, sot nuk mund me fitu as 10, 12%. Klasa e kafes dhe pjekja janë ato që e përcaktojnë kualitetin e kafes së bluar. Na punojmë me një numër të kafës, që na e preferojmë shambull 17-18, vjen për një plantar të Santosit. Do më thonë ku në arsia në bidetare, e bën kafën më të mirë në qatë plantar, edhe këtë në varët, pjekja, do me thonë, për cëllës plantajë e mëllë edhe pjekja që shborë. Se shumë do me thonë pjekja që shborë të kafës. Aty është këtë pojenta të pjekja, edhe të klasa e kafës, kur gjë ma shumë. Si një mjesht të rivjetër në këtë lami, ai këshillon konsumatorët që çdo herë të blejnë kafe që bluhet aty për aty dhe jo të ambalazhuara. Të që bojnë me tonelata, me suma, me folna e më të kërkojna, sa ta din që ka bojnë tek bojnë, shumë mirë din që po du me thonë me këtë fjallë, sa ta s'munë me qitë në tonelata klasën e parë,
ka të rifar metoda që bojnë, ata e din mas miri, po kafja, si kafe turke, më e mira është që aty për aty që duket. Sikur ky rast, apo të kolekte mi, do më thonë këto, Mitrovica, ku do në për Kosovë, aty për aty që duhet edhe ta prezentën kafën. Se në ambalazhimet të mbyrën e kërkosh nuk e di çka ka. Aty për aty e sheh faktikisht e ekspozon e sheh kafën çapo merr. Zëri i makinerisë së vjetër të tij është një dëshmi e gjallë se disa zakone nuk duhet të humbasin.